Ata që flasin për të dhe e kujtojnë, nuk e ndajnë kur nga sportisti i denj. Unë e Satit si trajnere e dallonte profesionalizmi, e dallonte dëshira e madhe për të punuar, vullneti, ishte njeri i palodhur, ishte njeri që do ta shikoje tërë kohën atje në Zadër, para dite mbas dite. Unë mbasi vendosa të mos notoja më, u bëm koleg me Satin, të dy trajnera. Ishin vite ato të mrekullueshme, ishin vite të arta që unë do t'i kujtoj me nostalgji të madhe. Ne i dham shumë njëri tjetrit, nga eksperiencat tonë, nga zelli tonë për të punuar. Ishte një nga figurat më të spikatura të sportit të notit, i cili krijoi një brez notarësh, ose ngriti një brez notarësh, fillimisht femra e pastaj meshkuj, të cilët kanë mbetur në historikun e notit të këtij qyteti, si Idris Muço, Ilir Meçe, Mirtezadi Dati, Ilir Mehmeti, Natasha Sami, që e përmenda edhe pak më përpara, Ermioni Nanaj, Anthulla Ekonomidi, Suzana Mehmeti, e të tjerë notarë. Natyrisht e Sati kishte edhe bashkëpunëtorët e tij, ishte Spiro Koça, ishte Alex Gjini, isha dhe unë që punova bashkë me ta për një kohë shumë të gjatë. Që fare natyrshëm i ri Sarandës, e që për vite me radh, profesor Mamaca e shndroi në medalion krenarie për këtë qytet. Ai themeloi ekipet e notit si për djem ashtu dhe për vajza, duke qenë për më shumë se 30 vjet me radh trajner i tyre. Ai sa mbaroi shkollën e mesme, u caktua mësues fizkulture në shkollat, në fillim vajtin Delvin, po shumë pak në Delvin, me muaj, pastaj u kthye në Sarandë, po nuk filloi me njëherë notin. Jepte mësim fizkulture në shkollën Adem Sheme. Pastaj u krijua profili i notit. Profili i notit dhe ky ishte nga të parët që e mori vetë me qejf, se ishte rritur në Sarandë, edhe e mori bile krijoi që nga klaset e para fillore. Ai mirte elementi, shikonte që bënin banjo në det dhe i kuptoi se mund të ishin të aftë për të bërë not. Pas avash avash u krijuan skuadra, notit të rinj, të rritur, derisa punoi 35 vjet rresht me këtë profil. Edhe iniciator ka qenë më shumë me Sati, që në Sarandë hapeshin klasa sportive të notit. Mirë po në komitet ekzekutiv, veçanërisht ish kryetari komitet ekzekutiv atëherë Jordan Pani,
nguli këmbë të mos hapeshin klasa sportive, se kujtonte se klasa sportive do të prodhonin kuadro, jo sportist. Jo sportist. Dhe këmbulja e të gjithëve ne, por veçanërisht e Esatit, ishte që këto klasa sportive u hapën dhe patin rezultate shumë të mira, sepse jo një vit, po disa vjet Saranda ishte kampione e Notit në vajza dhe në djem. E vlerësonte shumë vajzat e Sarandës për dashurinë që kishin për Notin, për respektin që kishin për qytetin, për të ngritur emrin e qytetit. Dhe megjithmonë vlerat e tija në këtë fushë janë cilësore, shumë kupa, shumë kampione, edhe ai u bë i njohur në mbar qytetin, por në mbar vendin. Udhëhoqi dhe ekipin kombëtar të Notit të Shqipërisë në Kinë. Janë të shumt ata që flasin apo që kanë dëshirë të flasin për Esat Mamacën. Janë ish sportist, notar, miq e bashkëqytetar të tij. Por mbi të gjitha, janë ata që një pjesë e mirë e viteve të rinisë i lidhi me këtë figurë të madhe të sportit dhe qytetarisë sarandiote. Kujtimet për Esatin janë për ta si xhevair për jetimesh të pashlyeshme që kohët nuk i fashisin e zbehin dot. Sepse profesori është gdhendur fort në memorie. Mban mend ndonjë nga aktarët që juve keni nxjerr nga brezat e shkëlqyer të notarëve sarandiotë? Idris Musha, Lati Xhelili, Lime Kote, Lati Ditati, Kozela Katumli, Esa Mingo. Ishte mjaft korrekt, qoftë në programin e stërvitjes që bënte me ne, qoftë në jetën tonë të përditshme i cili na ndiqte. Ishte shumë strikt në orarin e stërvitjes, shpeshherë dhe na përjashtonte, që ne na vinte shumë keq që u mbisnim një ditë të bukur. Dhe takonte që ajo ditë mund të ishte edhe ditë e garave. Unë prisja me pa durim të ulesha në këtë korsi e cila ishte korsia ime. Korsia ime më shpesh këtu startoja. Një lodhje e papar, por një mundim i jashtëzakonshëm, por gjithnjë i justifikuar në saj të stërvitjes së bërë nga trajneri jon, Esat Mamaca. Mamacën e dallonte një përkushtim i jashtëzakonshëm, një mirëkuptimi. Kjo më ka ngelur në jetën time, në vëmendjen time, që ai i pyeste notarët për gjendjen e tëngrën e të ushqyerit, apo i pyeste edhe qoftë edhe për shëndetin e tyre. Gjë që s'më ka ndodhur me asnjë trajner tjetër. Se unë kam mëtuar me shumë trajnerë, por nga kjo veçori e çuditshme e Esatit më ka ngelur dhe mua kujtes për të rjetën. Që njeri i komunikueshëm, njeri i dashur, dhe unë me atën kam notuar dhe kam patur shumë rezultate në stilin shpin në Esat Mamaca. Ruaj respekt të çuditshëm për atë njeri. Ky njeri sepse i që edhe trajneri i përkushtuar. E vlerësoj jashtëmase si një mësues, si një edukator, si një prind i cili na qëndronte në çdo moment shumë afër. Kishim momente shumë të bukura, kishim edhe momente të cilat ne shpeshherë, duke qenë se ishte mosha e tillë, donim të bënim dhe ne marrëzit tona, donim të kishim atë lirinë tonë në kuptimin e mirë të fjalës, donim të rebeloheshim në fundit, të shkonim dhe ne një ditë, si të gjithë shokët tanë moshatar, të laheshim, të argëtoheshim në plazh. Ato ishin të ndaluara për aq kohë sa ne stërviteshim. Dita e diel për ne ishte pushim. Dhe nuk na lejonte, shpeshherë fshehorazi, iknim, shkonim diku ande nga pllakat, si grup, ekip. Për t'u larë, na gjente, na kuptonte.
ditën e hënë, zakonisht, për të na mbajtur në tension, thosh, ditën e hënë kemi gara kontrolli, detyrimisht të dielën e nuk mund të rebeloheshin. Kështu që rinim dhe prisnim të hënën garën e kontrollit. Ky është vendi për të cilin Esati i kushtoi gjithë mundësitë e tij. Ky është vendi ku Esati arriti të grumbullonte një ekip notarësh dhe ky është vendi që së bashku me Esatin neve dham maksimumin e moshës tonë. Ky është vendi që Esati dha gjithë mundësitë e veta, gjithë diturinë e tij, gjithë kënaqësinë e tij, gjithë çdo gjë me një profesionalizëm të vërtetë. Ky është vendi ku ne së bashku me Esatin, dora e tretë ose brezi i tretë i notarëve sarandiot, të cilët arritëm rezultate të cilat vështirë se mund të mendoheshin ndonjëherë për qytetin tonë. Karriera si trajner e Esat Mamacës do kishte shumë pika kulmore, falë rezultateve të larta dhe rekordeve të arritura nga notarët që ai stërviste dhe pregatiste. E një nga këto kulme do ishte një rrugtim për në Kinën e Largët në vitin 1972. Në 72-shin u formua ekipi kombëtar i notit. U grumbullua në Sarand gjithë notarët nga gjithë Shqipëria, mos i përmend emrat e qyteteve, djeme dhe vajza. Edhe u caktua si trajner për vajza Esat Mamaca, kurse për djem Petrit Qasli, ka qenë me Partizanin ai. U grumbulluan, bën stërvitje, një muaj e ca stërvitje, pastaj va në Tiranë, u bë seleksionimi atje se kush do vente, kush nuk do vente, dhe u zgjollën 7-8 vajza ishin vetëm të Sarandës. Morë edhe 1-2 nga Vlora, 1 nga Tirana. Më thënë, ekipi Sarandës, ekipi kombëtar u formua vetëm me vajzat e Sarandës. Pastaj me vajzat me djemt e mori Petrit Qasli si trajner. Dhe ai kishte edhe djem nga Saranda. Kishte edhe djem nga gjithë Shqipëria, domethënë, ata nuk i mbajmën tani kush kishin, po. Edhe shkua në Kinë. Shkua në Kinë, një muaj në mes të korrikut deri në fundi gushtit. Shkua në Kinë, bën gara, kaluan dhe atë më tregonte shumë pastaj, lumi Jance, që kaluar me not kinezët, dhe këta e kaluar me not notarët e Sarandës, bashkë me kinezët sigurisht, dhe i kam pritur shumë mirë atje. Esati ishte dhe trajneri i ekipit kombëtar. Në herën e parë që ekipi kombëtar i notit, ekipi Shqipërisë doli jashtë kufive të Shqipërisë, shkoi për një takim miqësor. Esati ishte një nga trajnerat, edhe ky ishte nder dhe i Sarandës, sepse njëri nga dy trajnerat ishte trajneri i qytetit tonë, i klubit tonë, ishte Esat Mamaca. Esa do i suksesshëm, Esat Mamaca nuk bëri përjashtim nga fati shumë ustallarëve që i qajnë shtëpitë e botës, e të tyre nuk e rregullojnë dot. Bashortës së tij, Luizës, nuk ja mësoi dot notin. Fëmijëve po, por nënës së tyre jo. Jo, unë nuk kam pas ditur not. Unë jam nga Gjirokastra, nuk kam pas ditur not, bile kisha shumë frikë të veja në det. Veja në det, po not nuk dija. Bëri përpjekje që të mëson? Po, ai bënte përpjekje, po unë nuk isha shumë dëshirë, them të drejtën. Dhe kishit një pakt bashkërtor që unë do betem pa not? Pa not, ashtu është. Dhe Kështu beta pa not. E kishte peng këtë gjë? Ai më thoshe, po hajde, thoshe, unë mësova gjitha notarë, mos të mësoj ti, s'ka gjithë, thoshe, unë mjafton ti të ecesh përpara, unë punë e madhe s'kam, në këtë moshë tani s'do rritë të bëhem notare. Fëmicek, që kur ishin 2 vjeç, mirë të i hite në ujë dhe i linte vetë mësoni not. Fëmijëve ja mësoi shumë shpejt notin. E të tre bile djalin e kishin dhe notar, shpinist. Ja dorëzoi stafetën Idris Muçua, atëre që djali që i vogël, Idrisi që rekordmeni shpinës, edhe ja dorëzoi djalit ton shpinës. Po ki nuk e vazhdoi disa herë, po vajti pasaj në shkollë, iku e ndërpreu. Ajo çfarë bënte të veçantë Esat Mamacën, e bënte që me nderim të quaj edhe profesor, ishte ana njerëzore e tij. Siç me të drejtë shprehen bashkëkohësit e ishin nxënësit e tij,
Tek ai, trajneri, prindi e qytetari shkrieshin në një, sipas situatave. E kjo nuk e pengonte asesi që të ish i repti kur duhej e i buti kur e lypte nevoja. Seriozi për gjëra serioze e i këndshmi për gjërat e këndshme. I vendosuri për gjërat që kërkonin vendosmëri e i leti për gjërat që kërkonin lehtësi. Ishte një interesim i jashtëzakonshëm, ishte prindi jon, i cili kur dinim jashtë që shkonim në kampionate të cilat bëheshin në Vlorë, në Durrës, në Tiranë, në Lusht. Ishte një prind i dytë për ne, qëndronte pranë nesh dhe ne ndjeshim shumë mirë me trajnerin ton të mrekullueshëm. Ishte shumë njerëzor dhe kjo e bënte, domethënë, njëri shok mik në gjitha drejtimet. Mund të them diçka kur ne dilim jashtë me notarët. Kemi shkuar në Durrës, në Lushnjë, në Elbasan, në Shkodër, ku beshin kampionatet. Dhe nuk ndahej për një moment nga notarët. Domethënë, ishte vështirë që edhe kur mbaronin garat, ishte vështirë të bashkoheshin bashkë, se ai do t'i interesoj që bën vajzat, ku vam, të shikonte si kishin konditat e fjetjes dhe gjitha. Pra ishte shumë i lidhur me punën. Profesori nuk ka qenë asnjëherë njeri autoritar. Ai kishte një mënyrë komunikimi, kishte një takt të habitshëm. Për shembull, në qoftë se donte të tregonte diçka ose të mësonte diçka, këtë nuk e bënte nëpërmjet autoritetit. E sati kish humorin, e sati na kish krijuar neve ca emra që na vinte për edhe sot më vjen për të qeshur. Një shoku tim i thoshte Manzuran, mua më thoshte hey Timo na. Edhe të tërë kishim nga një emër, me Llaqi Gurma, me të tërë këta kishim nga një emër. Edhe ja pranonit me kënaqësi. Po, bënim çmos që të hajt na thriste në ato emra. E ne qeshim me njëri tjetrin, që njëri shumë i humorit e sati, për hir të së vërtetës. Por ne kishim krijuar një diferencim aty ku duaj bërë humor dhe aty ku duaj bërë stërvitje. Nuk e ngatronim humorin e trajnerit me stërvitjen që ai kërkonte nga ne. Aty ku bëhej stërvitje, humor s'kish fare. Sati kishte humor shumë të hollë. Ishte një rastet ralla të shikohet mërzitur atë njeri. Ishte i këndshëm në tavolin, ishte i këndshëm në marrëdhënie, ishte shumë korrekt në marrëdhënie, nuk duronte padrejtësit, ka qenë njeri i formatit të tij, i prerjes së tij, i cili për mua, në kujtimin tim, ka mbetur figurë e plot dhe e përsosur, i njeriu profesionist, i njeriu punëtor, i një familjari të mirë. Kështu se disa herë bënim ekskursione me klasën edhe në vendet të ndryshme historike, po edhe në Butrin dhe në vendet tjera. Dhe ishte me plot humor rrugës, domethënë të kënaqte në autobus kur kaloje me të, me humorin e tij, kishte një humor të hollë, kishte një humor të ëmbël. Ishte njeri që kishte qejf të udhtoje me të, kishte qejf të bisedoje me të. Kishte atë të veçantën që i prerë në shumë gjëra, Dhe kjo na pëlqente shumë në tipin e tij. Shumë, domethënë që në rralla ata që thoshin fjalën dhe domethënë të prerë. Nuk do të dinte kush ishte drejtor, kush ishte, sepse ishte rregullt. Dhe njeriu i rregullt nuk do t'ia di për më të mëdhenj. E kur vlerësohet dimensioni shoqëror i Esat Mamacës, për masa e veçantë qytetare e tij, kjo vjen prej një jete të pasur e të jetuar plot gjallëri. Kjo e bënte profesorin që emri i tij të tejkalonte kufit lokal e të njihej kudo në Shqipëri, nga veriu në jug, me kolegë sporti apo me miq arti. Kishte lidhje shumë me shkodranët. Se Elit edhe Noti, ata trajnerët e Shkodrës ishin shumë shok me këtë, një Ismail Muriqi,
edhe i lidhte sporti bile nga njerë, kur kishte raste që zgjeni në hotel, vinte njerë mori 10 vajza në shtëpi, ju kam shtruar 2 shekët në shesh dhe kanë fjetur të gjitha këtu, bashkë me trajnerin. Ishte i lidhur shumë me Gëzim Krujën dhe me Zev Deden. Kur vinin në verë ata që kishte do një sport, me këse kishim televizorin shpejt atëhere, vinin këtu dhe shikonin sport. Po kishte shumë miqësi me ata. Vinin këtu shikonin, po me Esatin kishin shumë miqësi. Me fjalë, kishte miqësi shumë të përhapur në Shqipëri? Shumë të përhapur kishte, në Korçë, me Lazi Sërbo, bile ai ka bërë për herë të parë këtu tatuazh spirancën e Esatit. Një jetë plot pasione, plot dinamizëm, plot lëvizshmëri, ishin këto përbërësit e portretit të Esat Mamacës. I jetur gjithë një përgarim për të matur vete në inteligencë e vitalitet sportiv, pas 90-ës, a i ju përkushtua edhe bilardos. Dhe sedrën e triumfuesit dhe aty e shpërfaqi, palën më njanë kur njërzore. Unë, profesor Esati, ishte një bilardist shumë i mirë. Dhe thonë që edhe në televizor, kur ndite ndeshjet, edhe më thoshte kështu, ashtu bilardua. Po unë kisha kohë që kisha në bilardua dhe a i më futi prap në loj. Dhe luan, po a i më mund të mua. Më lënde nga një loj nga një herë që të më afronte, që mos më zgjitesha. E unë e kuptoja që profesori që shumë mirë, me gjithë se ke një moshë të thjerë, me i madhe mua, po a i që një mjeshtër, a i bilardës. Jo vetëm më mund të mua, po mund të gati të gjithë nuk e mundin do të. Që shumë i prerë në bilardo. Ishte një jetë e jetuar mes njerëzve, pa dallim. Esati ishte për të gjithë i preferuar dhe i respektuar, sepse zellet e papërmbajtshme që kishte, shprehje të një shpirti gjithnjë në kërkim të së bukurës, e çonin të bëhej mik me këdo, mjaft që t'i bashkonte një ndjenjë, një pasion, siç ishin dhe zojsht e ndryshëm, sidomos kanarinat, cicërimën e së cilave dëshironte ta kishte kolonën zanore të jetës. Që kur ishte i ri, që kur erdha unuse këtu në 61-shin, a i merej me zoq, me rritjen e zoqve, kanerinat. Kishte akuarium me peshq, kishte në balkon, atje në cep të balkonit, kishte fole me pëllumba. Më thënë ishte shumë një apasionuar pa kafaz dhe pëllumba që të gjitha. Esatin e kishte shumë të ngusht, shumë të mirë. Vini për zojgjë bashkë, kaplim zojgjë, bëni muhabet, kishme një shok një kiqafoti, blek që shumë e të. Edhe vini kaplim zojgjë lartë këvarezat, bëni muhabet, bëni qifire, qenjeri, që fillim me zu me gardelina, pasër e fillua me kanerina, me pulluma, kish qef. Përdoj gjë që shumë i hedhur, shumë i respektuar, muhabetin e kishtë të ambal, ku dojtë që e majtu me buzë në gazë. Po i kishtë përqeshin shumë. I këndojnë atje në balkon, vinë më uleshim atje, pimë një gotë, kënaqëshim me njëri tjetëri. E shumë i respektuar, shumë njëri mirë. E për çfarë bërin mbi det, në det e në tokë, kula mbresa të thellat e ata që e njohën dhe jetuan me të, do ta bënte edhe në thellësitë e detit. Ishte i pranishëm dhe aty, me talentin e rrallë për të qenë gjithnjë sfidues dhe triumfues. Pra dhe në peshkim. Kush nuk e ka njohur aftësinë e tij si peshkatar, nuk ka njohur gjysmën e tij. Peshkun e kishte shumë peshkimin, shumë pasion. Vinte në 1 të natës, në 2 të natës, duke peshkuar në zetit, se këndyun atëre si kur kishte e peshk më shumë duket mua.
edhe binte ka shumë peshk sa ne 4-5 veta kishim në shtëpi, nuk i konsumonim dot. Unë i shpërndaja nëpër pallat, në lagje aty. Po kishte shumë pasion. Edhe me grep, edhe me pezevol quhet. Është një rjetë e madhe me tapa plumbi, e hidhte, edhe ishte mjeshtër. Bashkë me një shokun e tij të ngushtë, Odisejani. Më pas na lidhi peshkimi, që pas shërbimit si bënde, veni për peshkim. Dhe një herë kemi zënë shumë peshk, edhe i shpum në shtëpi, edhe Xhami Muslimi i thot, ku i ke zënë këtë peshk? Pavarësisht se ata peshk ishin të vegjël, e na tha që keni bërë gabim shumë të madh që keni zënë këta peshk e vegjël. Edhe Esati i tha, edhe një peshk të madh kemi zënë, do ta ndalim në copa. Peshkimi pas stërvitjes, nuk lënde në çdo moment mbaronte stërvitjen, pastaj vjen për peshkim. Na njerë venim me mbutrin, kupton, por që e pasionuar. Donte që në çdo moment duhet të lëvizte. Takti i tij ishte i mrekullueshëm, ishte i habitshëm. Shpeshherë ai më thoshte, "Aki, peshku nuk zihet kështu si të punojnë të tjerët, por peshku zihet me kullaro, me gravat." Dhe fenomene të tilla ne patëm fatin që t'i përjetonin bashkë në mes të bulevardit. Atëre kur turizmi në Sarandë kishte pikun e vetë, ne të dy rinim tek thesa dhe shikonim gastaraqet që qenë poshtë. Pa pritur profesori më thoshte mua, "A ki hidhe ti pezevolin?" Edhe unë e merja hidhja. Dilin atje 1 kile, 2 kile, 3 kile, 4 kile gastaraq. Të gjithë të peshk në atë kohë ne i shpërndanim tek gjitonën tanë. Gjithmonë ai më priste këtu. Te kjo plak. Mbasi mbaronte mësimin dhe unë mbasi mbaroja provat e stradës, të dy vinim këtu dhe hidhim pezevolin. Zinim, peshk pa mbarim kishte. Me vete menim nga një portokale, 5 kokra ullin, 2 domate, një shishe peniceline me vaj ulliri, dhe i skuqnim këtu. Tek ajo pjesë që shikoni ju aty. Sot, Esat Mamaca nuk jeton më. Kur mbushi 70 vjeç, mori një nderim institucional. Edhe bashkia e nderon zotin Esat Mamaca me një fletë mirënjohje, në shenjë vlerësimi dhe respekti për kontributin e dhënë dhe për kushtimin e treguar në drejtim të arsimit e sportit në veçanti, si trajneri e ekipit Norit Butrin dhe trajneri e ekipit kombëtar. Bashkia e Sarandës mbajmë tregtimin e dhënë para 25 ditësh që filluam investimet në fazën të ndusje këtu tek zadra natyrale e Notit